Banorët e fshatit Gjeroven protestuan për gjendjen e rënduar të rrugës që lidh fshatin e tyre me qytetin e Beratit. Ky aks rrugor është thelbësor jo vetëm për banorët e Gjerovenit, por edhe për ata të fshatrave Molisht, Plashnik dhe Veleshnj, të cilat prej vitesh vuajnë nga mungesa e infrastrukturës së duhur. Të mbledhur pranë fshatit Velabisht, aty ku ka nisur dhe hedhja e asfaltit në një segment të rrugës, banorët e quajtën këtë ndërhyrje asfalt elektoral, duke e lidhur me zgjedhjet e 11 majit dhe përpjekjet për të fituar votat e tyre në momentin e fundit. Sipas tyre, mungesa e rrugës i ka izoluar për vite me radhë, duke i penguar të çojnë në treng prodhimet e tyre bujqësore dhe blegtorale e duke u kufizuar në jetën e përditshme. Në mesin e protestuesve ishte edhe drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun Berat, zoti Eno Bozdo, i cili u ftua nga vetë banorët. Në deklaratën e tij për mediat, ai theksoi se infrastruktura e 4 fshatrave është lënë në harres për shumë vite, ndërsa hedhja e asfaltit në prag të zgjedhjeve është një përpjekje për të manipuluar votën. Banorët nuk e pranojnë këtë investim pa standarde. Rruga nuk është ndërtuar me parametrat që kërkon një aks rural funksional. Do të bëjë gjithçka që banorët e kësaj zone të jetojnë me dinjitet dhe të përfitojnë investimet që meritojnë, deklaroi Bozdo. Gjatë protestës ishin të pranishëm dhe punonjës të policisë së shtetit të qarkut Berat, të cilët garantuan mbarvajtje pa incidente të tubimit qytetar.